Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. 14 shërbime të reja sociale u prezantuan sot nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenie Sociale në kuadër të eventit Fondi Social 2026, garanci për qëndrueshmërinë e shërbimeve për mirëqenien e qytetarëve, ku mori pjesë edhe kryeministri Edi Rama. Sektori i përpunimit, prodhimit dhe turizmit ka mbajtur peshën kryesore të punësimeve për më shumë të rinj në qarkun e Gjirokastrës. Fal ndërmjetësimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit janë punësuar 53 persona nga 250 vende të lira pune të shpallura. Taulant Kalemi është shembulli i punës së palodhur në bujqësi dhe krasit. Jembe mbi 20 vite përvoj, ai ka zgjedhur të mos emigrojë dhe të qëndrojë në Shqipëri duke punuar çdo ditë me përkushtim. Shpëtim Goxho, 50 vjeç nga fshati Picari i Gjirokastrës, vazhdon traditën shekullore të familjes së tij në Blegtori. Ai kujdeset për rreth 200 krerë bakti të imta dhe të ardhurat nga produktet e tyre mbajnë familjen. Megjithatë, ai përballet me vështirësi për shkak të çmimeve të ulta në treg. Ju njohim tani më gjërësisht. 14 shërbime të reja sociale u prezantuan sot nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në kuadër të eventit Fondi Social 2026, garanci për qëndrueshmërinë e shërbimeve për mirëqenien e qytetarëve, ku mori pjesë edhe kryeministri Edi Rama. Sipas Ramës, këto shërbime rrisin aksesin në kujdes social, duke zgjeruar jetën ekzistues që sot mbulon rreth 65.000 përfitues në të gjithë vendin. Kryeministri Edi Rama ishte sot i pranishëm në eventin Fondi Social 2026, garanci për qëndrueshmërinë e shërbimeve për mirëqenien e qytetarëve, ku prezantuan 14 shërbime të reja sociale në mbështetje të fëmijëve dhe nënave në nevojë, personave me aftësi ndryshe të moshuarve, grave, vajzave, viktimave të dhunës, si dhe fëmijëve pa kujdes prindëror. Në fjalën e tij, kryeministri theksoi se risi kyçe e këtij procesi është përfshirja aktive e pushtetit vendor, duke nënvizuar se aktualisht rreth 65.000 individ përfitojnë nga sistemi i shërbimeve sociale. Risia vendimtare e këtij procesi ka qenë shtrirja e shërbimeve në nivelin vendor dhe përfshirja e pushtetit vendor në mënyrë aktive, gjë që është në hapat e parë për hir të vërtetës, por që në hapet e parë na ka dhënë të gjitha arsyet për të besuar se kjo është rruga e drejtë. Edhe sigurisht në leadershipin e një kryetari bashkie me përvojë dhe me sukses të pamohueshëm, siç është ministri aktual i shtetit për pushtetin vendor, kam shumë besim se do të krijohet një sinergji e domosdoshme me kryetarët e bashkive për ta çuar të proces përpara. Që sot Shqipëria të kujdeset në mënyrë të posaçme për 65.000 individ është diçka shumë domethënëse. Dhe nuk janë 65.000 individ të cilët i prek një sistem financimi, por janë 65.000 individ të cilët i prek një sistem i organizuar institucionesh, pika shërbimi, kujdestarësh dhe kështu me radhë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Evis Sala, u shpreh se shërbimet janë ngritur në partneritet të plot me pushtetin vendor dhe lidhjen drejt për drejt me rolin dhe përgjegjësinë e bashkive për vijimin e financimit dhe ofrimit të tyre në kohë. Gjatë vitit 2026, Fondi Social do të financojë 14 shërbime të reja për fëmijët dhe nënat në nevojë, për fëmijë dhe të rritur me aftësi ndryshe, për të moshuarit, për gra dhe vajza viktima të dhunës, si dhe për fëmijë pa kujdes prindëror. Këto shërbime janë ngritur në partneritet të plot me pushtetin vendor dhe lidhen drejt për drejt me rolin dhe përgjegjësinë e bashkive për të vijuar financimin dhe ofrimin e tyre në kohë. Rritja me 17% e buxhetit të Fondit Social dhe paketa historike prej 300 milion eurosh e vendosur në dispozicion të programeve të përkujdesjes sociale në vitin 2026 është një provë e pakundërshtueshme e avancimit jo vetëm në kapacitete, por dhe në ambicien për të qëndruar pranë qytetarit që ka nevojë për këtë mbështetje.
Sot, në vitin 2026, në të gjithë vendin ofrohen 98 shërbime sociale, ndërsa buxheti i dedikuar për këtë sektor është 6.5 herë më i lartë krahasuar me vitet e mëparshme. Të 61 bashkitë kanë tashmë plane sociale të integruara për familjet dhe komunitetet në nevojë, ndërkohë përmes planit të rritjes së Bashkimit Evropian, Shqipëria ka përfituar 100 milion euro për të mbështetur zhvillimin e kapitalit njerëzor. Deri më tani janë mbështetur 41 bashki për hartimin e planeve të tyre vendore sociale, me qëllim adresimin e nevojave të identifikuara në komunitet. Sektori i përpunimit, prodhimit dhe turizmit ka mbajtur peshën kryesore të punësimeve për shumë të rinj në qarkun e Gjirokastrës. Falëndërmjetësimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit janë punësuar 53 persona nga 250 vende të lira pune të shpallura. Ndërkohë që synimi për këtë vit mbetet rritja e punësimit të grup moshës 16 deri në 29 vjeç përmes programeve të trajnimeve profesionale dhe bashkëpunimit me bizneset lokale. Punësimet në qarkun e Gjirokastrës gjatë kësaj periudhe paraqiten në rritje. Sipas të dhënave të Agjencisë Kombëtare të Punësimit, gjatë kësaj kohe janë shpallur rreth 250 vende të lira pune, nga të cilat 53 janë ndërmjetësuar me sukses, duke u konkretizuar në punësime. Sektorët që kanë pasur më shumë vende pune janë kryesisht përpunimi, prodhimi dhe turizmi, fusha që vijojnë të mbeten shtyllat e rëndësishme të ekonomisë lokale. Që kemi patur shpallje tek 250 vende të lira të punës, nga të cilat gati 53 janë ndërmjetësuar. Këto punësime përgjithsisht kanë qenë në sektorin përpunues, prodhim, por edhe turizëm. Synimi për vitin 2026 është rritja e punësimit të rinjve të grup moshës 16-29 vjeç përmes programeve të nxitjes së punësimit dhe trajnimeve profesionale. Kemi marrë një aksion për regjistrimin e të gjithë punëkuesve të papunë dhe gjithashtu të kemi sa më shumë të rinj 16-29 vjeç të regjistruar pranë zyrave të punës. Viti 2026 është një vit i cili ka shumë sfida, kryesisht punësimin e të rinjve, kjo jo vetëm nëpërmjet ndërmjetësimeve që ne bëjmë si zyrë punën nëpër vende të lira të punës të shpallura, por gjithashtu edhe nëpërmjet programeve të garancisë rinore. Kështu që kjo është një sfidë që ne e kemi jo vetëm në janar, por në çdo ditë të këtij viti 2026. Të rinjt, duke u informuar për gjithë programet që ka zyra e punës, janë të interesuar. Kështu që neve tashmë kemi nisur një aksion informimi për të informuar për gjithë programet që zyra e punës ofron. Autoritetet theksojnë se përmirësimi i tregut të punës dhe bashkëpunimi me bizneset lokale mbeten prioritet me qëllim krijimin e më shumë mundësive punësimi dhe mbajtjen e të rinjve në qarkun e Gjirokastrës. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka dërguar për gjykim ish-kryetarin e Bashkisë Memaliaj Gjolek Guci dhe disa ish-zyrtar të akuzuar për shkelje të barazisë në tendera. Hetimet lidhen me ndërtimin e ujësjellësit rajonal në vitin 2021, ku SPAK zbuloi favorizim të operatorëve ekonomik dhe nën kontraktim me kompani në konflikt interesi. Procedimi penal është ndarë më 28 janar 2026 për hetime të mëtejshme. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK, ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim ish kryebashkiakun e Memaliaj Gjolek Guci, ish nënkryetaren e bashkisë Edmonda Harizi, ish drejtoren e shërbimeve publike Feta Hoxha dhe administratorin e një subjekti, Bersant Ylli, për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera dhe ankande publike. Hetimet kanë treguar se këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin krijuan avantazhe dhe privilegje të padrejta për operator të tretë, duke shpallur fitues bashkimin e operatorëve ekonomik KEG SHPK dhe Ed Construction SHPK, të cilët kishin mangësi në dokumentacionin e paraqitur, veçanërisht për kriteret e kapacitetit teknik. Nga hetimet ka rezultuar se Guci në detyrën e kryebashkiakut më 21 shtator 2020 nënshkroi kontratën e dhurimit me operatorin ekonomik Aretum Generation, ndërsa projekti për ndërtimin e ujësjellësit rajonal për fshatrat Vasjar, Ilyas, Qesarat, Anës Vjos, Toç, Lulzim, Zhulaj, Krahës dhe qytetin Memaliaj ishte miratuar gjithashtu nga ai.
Fondi për objektin në vlerën 493 milion lek u ndan për ndërtim, montim, drejtim dhe kualidim të punimeve. Vlera e miratuar ishte identike me kostot e projektit të dhuruar nga Aretum Generation, nën kontraktore e njërës prej kompanive fituese të tenderit. Hetimet treguan se antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave Edmonda Harizi, Feta Hoxha, Bersant Ylli dhe kryetari i bashkisë Gjole Guci krijuan avantazhe të padrejta për operatorët ekonomik të shpallur fitues, duke lejuar që një nën-kontraktor në konflikt interesi të merrte pjesë në projekt. Operatori Aretum Generation, që kishte dhuruar projektin dhe kishte hartuar specifikime teknike, nuk plotësonte kriteret ligjore si nën-kontraktor, por megjithatë u pranua në proces. Hetimet e SPAK nisën pas kallëzimit të kontrollit të lartë të shtetit më 28 tetor 2024 dhe më 4 nëntor 2024 u regjistrua procedimi penal për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera dhe ankande publike. Dimri është periudhë delikate për bletët dhe kërkon përkujdesje të shtuar nga bletarët. Sigurimi i rezervave ushqimore, izolimi i mirë i koshereve dhe kontrolli ndaj sëmundjeve janë thelbësore për mbijetesën e kolonive. Sipas specialistëve, trajtimet në kohë dhe monitorimi i vazhdueshëm gjatë muajve të ftohtë garantojnë koloni të forta dhe prodhim të mbarë në pranverë. Ndryshimet klimaterike kanë qenë favorizuese për ecurinë e bletarisë në qarkun e Gjirokastrës. Specialisti i bletarisë, Pashunme Misha, bën të ditur faktorët që kanë ndikuar pozitivisht, si dhe kujdesin që duhet të tregojnë bletarët për të përballuar sfidat e kohës. Është momenti i start-upeve kur quhet ose i startit të nisjes së sezonit drejt fillimit të pranverës. Jemi në mesin e muajit shkurt. Në këtë rast bletët fillojnë të lëvizin por të zhvilluar në perspektivë për të arritur sasinë maksimale të kolonisë, qëllimisht që ato të jenë efektive në sezonin e prodhimit. Situata në krahasim me vitin e kaluar si vjet është më e mirë, për fat ka qenë një vjesht e kaluar me mbar dhe kolonit janë më të fuqishme, por bletarët në këto situata duhet merren kryesisht për të parë situatën ushqimore, pra çfarë gjendje janë ato, qëllimisht që të mos ngelen pa ushqyer, nëse do kush i ka blet që ende nuk i kanë plotësuar sa dhe si duhet sasinë e ushqimit i duhet vrëna, pra duhen stimuluar, duhen zgjidhur, qëllimisht që kolonit jenë sa më të fuqishme. Jemi në situatë pozitive në fakt, temperaturat nuk kanë qenë të këqija, kanë qenë deri diku normale, këto temperatura janë pozitive dhe bletët kanë filluar të bien polenin, kanë filluar pjellit e para, ka dhe blet të avancuara, ka dhe blet më të vonuara, varet nga situata në cilën secila koloni është mirë. Njëkohësisht përveç nxitjes stimulimi duhen bërë bletarët, duhen të kontrolluar përpjelljet në ka nisur ose jo, si situata se cilës familje dhe për të bërë dhe diferencimin e ushqimit ose diferencimin e stimulantëve që përdorin bletarët për të zhvilluar bletët. Ndërkohë, sipas Memishës, ka disa sëmundje që prekin bletët dhe që kërkojnë trajtim me rigorozitet dhe kontrolle të vazhdueshme për shmangjen e përhapjes së tyre. Unë mendoj që duhet përdorur edhe pak nga këto preparatet organike që quhen, thjesht për të patur disa efekte pozitive ndaj tyre në stimulimin e pjelljes dhe në ruajtjen e infeksioneve, të cilat janë duhet jenë organik. Po në këtë periudhë janë disa, veçanërisht është në nozema, është një lloj sëmundje, e cila i prek përgjithsisht bletët, është nozema serane quhet, sepse është dhe një nozem tjetër që është në muajin korik e gush, po në këtë situatë duhet përdorur ose timoli ose Hive Live, janë dy preparate organike të cilat rekomandohen të përdoren, pra tregojnë ruajnë një lloj stabiliteti, jo se janë vrastare të sëmundjes tamam, por ruajnë një stabilitet të infeksionit që zhvillohet tek bletët. Po ka dhe sëmundje tjera të cilat vazhdojnë në vazhdim siç është varatoza. Qarku i Gjirokastrës dallohet për cilësinë dhe shumëllojshmërinë e mjaltit, fal florës së pasur dhe kushteve favorizuese natyrore, duke kthyer zonën në një nga më të njohurat për prodhimin e mjaltit në vend. Taulant Kalemi është shembull i punës së palodhur në bujqësi dhe krahasitje. Me mbi 20 vite përvojë, ai ka zgjedhur të mos emigrojë dhe të qëndrojë në Shqipëri, duke punuar çdo ditë me përkushtim. Puna e tij tregon se bujqësia mund të sjellë të ardhura reale dhe kur bëhet me pasion dhe përkushtim në vendin tënd.
Është sezoni krahasitjes së vreshtave dhe pemtarisë. Në këtë periudhë, fluksi punës është më i madh për punëtorët e këtij sektori. Një prej tyre është Taulant Kalemi, i cili prej 20 vitesh merret me krahasitjen e pemëve dhe vreshtave. Ai tregon se këtë zanat e ka mësuar nga agronom dhe fal kësaj pune arrin të sigurojë të ardhurat për familjen e tij. Marrin telefona, kështu me vreshta, bëjmë rrushe, çdo ullinje, çdo pemë. Mbaj shtëpi me këtë punë. E kam qef këtë zanat edhe kam thënë mosh 20 vjeç këtë zanat, në pas këtyre agronomëve. 10 janar bëhet krahasitja edhe në shkurt bëhet. Deri kaj. Pastaj po kaloj në mars, çelin ato edhe çojnë edhe lëngsoj dhe nuk krahasitet me se thahet. Marrojmë këto të krahasitet dimërore, pastaj kemi harrjet, spërkatja. Bëna këto spërkatje për këto. Krahasitja është art më vete, shprehet Kalemi, duke shtuar se e veçanta e këtij procesi qëndron në faktin se çdo pemë kërkon një mënyrë të ndryshme krahasitje. Ka lloj harje rushi, krahasitje gjilberimi, në vreshta këto të ardhivet, i bëjmë harje ardhivet, për vitin tjetër për gësherën për dimërore. Bëj rushin, bëj dardhat, moll, ullinj, pjeshkat, këto që janë, kajsi, çdo lloj peme. Në këtë sezon të ngarkuar, puna e krahasitjeve mbetet thelbësore për një prodhim të mbar gjatë vitit, edhe pse kërkon përkushtim, durim dhe njohuri të veçanta. Për Taulant Kalemin, kjo është më shumë se një zanat, është një art që siguron jetesën e familjes së tij dhe kontribon drejt për drejt në cilësinë e prodhimeve bujqësore. Kushtet e pafavorshme të motit dhe rreshjet intensive të ditëve të fundit po shkaktojnë vështirësi në sektorin e bujqësisë, veçanërisht në vreshtari. Fermerët thonë se zhvillimi i ardhive dhe prodhimi i përgjithshëm po ndikohet në negativisht, ndërsa vonesat në punimet që zakonisht përfundonin në këtë periudhë rrezikojnë prodhimin dhe cilësinë e vreshtarisë. Rreshjet intensive të ditëve të fundit kanë shkaktuar probleme në sektorin e bujqësisë, veçanërisht në kulturën e vreshtarisë. Lagështia e lartë dhe kushtet e paqëndrueshme atmosferike kanë vështirësuar kryerjen e shërbimeve sezonale në vreshta, duke sjellë vonesa në proceset e punës. Sipas fermerit Petrit Brahimi, lagështia e tepërt ndikon negativisht në zhvillimin e ardhive. Kuptohet lagështia e tepërt i bën dëm të gjitha kulturave, por ne nuk kryejmë dot shërbimet. Natën shi, ditë mba 2 ditë, ka ngel pa lidhur, pa hedhur pleun, pa spërkatur. Do të thënë është një negativitet, nuk e dim si do manifestohet në të ardhmen, do të thënë në muajin e vijim, por kjo lagështirë fjala e vjen është e paprecedent në këto gati 20 e kusur vjet që ka mund që merrem me këto kultura. Shpresojmë që me shërbime intensive, me spërkatje më të dëndura, me plerime, me tjera, themi që do t'i ka përgjejmë. Ne o t'i shërbejmë maksimalisht, sepse kemi investim. Ndryshe nga vitet e tjera kur në këtë periudhë punimet në vreshta zakonisht kishin përfunduar, këtë vit fermerët ende po merren me krahasitjen dhe plerimin. Normalisht këto vitet e tjera ne ishim në përfundim të gjithave proceseve me krahasitje, lidhje, plerim. Siç e shikoni, jemi në mesin e punëve. Vitet e tjera, në këtë muaj, në këtë periudhë ne i kishim të mbyllur, presim vetëm një spërkatje dimërore dhe të bënim shërbimet e tjera. Jemi një muaj gjysmë me vonesë. Vonesat e shkaktuara nga rreshjet pritet të ndikojnë në ritmin e punës dhe në ecurinë e sezonit të bujqësor. Shpëtim Goxho, 50 vjeç nga fshati i Picari i Gjirokastrës, vazhdon traditën shekullore të familjes së tij në Blegtori. Ai kujdeset për rreth 200 krerë bakti të imta dhe të ardhurat nga produktet e tyre mbajnë në familjen. Megjithatë, ai përballet me vështirësi për shkak të çmimeve të ulta në treg. Blegtoria vazhdon të mbetet një nga shtyllat kryesore të ekonomisë familjare në zonat rurale. Për shumë familje, rritja e baktive është burimi kryesor i të ardhurave dhe një traditë e trashëguar brez pas brezi. Kjo veprimtari jo vetëm siguron të ardhura, por edhe mban gjallë jetën dhe zhvillimin e fshatit. Këtë traditë shekullore vazhdon edhe 50 vjeçari Shpëtim Goxho nga fshati Picari i Bashkisë Gjirokastër. Ai merret prej vitesh me blegtori, duke ndjekur rrugën e të parëve të tij. Për të kjo nuk është thjesht një punë, por një mënyrë jetese. Tër demokraci, që në 90-tat deri më sot. Blegtor. Këto bazë ushqimore do ruajtjen tëraj do. Kullotër, bazë ushqimore, këto
Ku i mbani tani në dimër? Po, ja aty në fshat, i mbaj, me ushqime. Kemi vështirësi plot se jemi zonë malore, ajo dihet, duam shumë bazë, çmimet e këtyre bazës ushqimore kanë mbajtur shumë lartë. Ja ngritur shumë çmimet. Ju e keni tradit blektorin nga familja? Po tradit e kemi, brez pas brezvis është zona që me atë jam marrë të rjetën. Po zanat i vështirë e dihet që kur maron klasën e 8, po nësë mësove do të me këtë zanat do miresh edhe mëson vetë vetiu, të mëson vetë puna pasaj. Aktualisht, Goxha kujdeset për rreth 200 krerë bagti të imta. A i merret çdo ditë me ushqimin, mirëmbajtjen dhe shëndetin e tyre. Produktet që sigurojnë prej tyre i tregton në treg dhe të ardhurat e fituara shërbejnë për të mbajtur familjen dhe për të përballuar shpenzimet e përditshme. Megjithatë, sipas tij, puna në blegtori nuk është e lehtë. Ai shprehet se përballet me vështirësi për shkak të çmimeve të ulta me të cilat tregtohen produktet blegtorale. Po qenjat i shesëm të kasapët, bulmetin e qumshtin e shesëm bagjo. Kërkesa ka kasapët vjen i merë, po e merë pazar të ullët, e kanë kërcyer pazarin në zero. Qumshti prapë është i ullët, shanes na del e verdia, a i mishin se ullë, djasi prapë s'ullet, na ullet neve, si konsumi vogël që jemi neve. Kjo situatë bën të vështirë sigurimin e fitimeve të mjaftueshme, pavarësisht punës së madhe dhe përkushtimit të përditshëm. 83 vjetori i çlirimit të Libohovës u përkujtua me një sër aktivitetesh, duke filluar me homazhe në varrezat e dëshmorëve, ku prehen 46 dëshmorë të qytetit, ku të pranishmit nderuan kontributin dhe guximin e të rinjve Libovit që dhanë jetën për lirinë e vendit. Kryetari i Bashkisë Leonard Hide në një postim në rrjetin e tij social vlerësoi sakrificën e bijve dhe bijave të Libohovës dhe theksoi se kujtesa historike dhe respekti për të rënët mbeten amanet i shenjtë për brezat e ardhshëm. A i ftoi qytetarët të ruajnë kujtesën dhe të përulen me nderim para veprës së tyre, duke çmuar lirinë që sot e gëzojmë. Libohova kujton me mirënjohje çdo kontribut për çlirimin e qytetit dhe për të mbajtur gjallë historinë e saj. Lavdi të rënëve për liri dhe pavarësinë e Libohovës, shkruan Hide. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.